Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falëndimin të nësi takojmë të Allah subhanahu wa taala, dhe ati përgjëram që të lavdroj dhe të begoj dërgurin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët dhe gjithë ummetin e tij të vëzhgjellë. Të ndër vëllezër, në perceptimet e njerëzve është e gjanë ajo pjesa e territorit ku mundesh me i renit arritjet, kuptimin çka është arritje në jetë. Dhe realisht shpesh domethënë ngushtësia e mendësisë së njerëzve bën që pastaj kjo edhe me ngushtu atë hapësirën ose atë renditjen çka i bie më kon arritjen në jetë. Për shembull, shoqëritë që kanë mentalitet materialist për shembull, ato kryesisht domethënë arritjet i mosin nëpërmjet materjes. Ose shoqëritë të cilat janë domethënë nihiliste, që kanë bëjnë atë çastin në raport me jetën, e kanë çasti vetëm të epsheve, kryesisht domethënë e kanë edhe të këtij domethënë aspektin e arritjeve në jetë. Mirë, po realisht njerëzit me natyrshmëri dhe me mendje të shëndosh arritjen më të madhe në jetë, domethënë për arritjen më të madhe në jetë e kanë edhe vetdijen. Domethënë, nëpërmjet vetdijes ti edhe i jep vlerë domethënë arritjeve të tjera. Domethënë, nëse ke një vetdije të mirëfillt në raport me gjanat të cilat ti synon në jetë, ose një vetdije të mirëfillt në gjanat që ty të përmbushin e kështu me radhë, që kjo vetdije pastaj i bën edhe të tjerat me pasën shumë vlerë. Dhe në jetën fetare, për krizave më të mëdha është pikërisht kjo. Shpesh domethënë na ndoshta kena fetarizma, kena elemente të mira të fesë, apo ose kena praktika të mira të fesë, po vetdia fetare nuk është domethënë në nivel. Ndaj duhet me investu shumë për me pa fillimisht domethënë vetdijen si arritje. Me pa vetdijen domethënë si sukses. Me pa vetdijen, domethënë kjo ardh 2 vjet, 3, 4, 5 vite ndërse, ose kjo ardh në një seminar ose ki nguni varg mësimesh e kështu me radhë. Ato nisan nëse arrin me numru, domethënë ke arrit shumë. Për çka ki përfitu për një seri se cili ka 30 derisa 40. Thjesht më ka shtu vetdia. Unë jam tjetër njeri. Unë jam tjetër njeri, unë mendoj ndryshe, unë lexoj ndryshe, unë kritikoj ndryshe, unë perspektivën në raport me temat e kam ndryshe kështu më. Kjo është vetdia. Me mujt me ardh deri tek një vetdia e cila pastaj ty ka me çoshnu në jetë me lenin Allah subhanahu wa taala. E aq më tepër nëse pastaj kjo vetdia i ka ato pjesës atë veta që secila pastaj është vetdia ose vlerë në vete. Për shembull, vetdia në raport me vlerat të cilat i ki, po vetdia që je i begatum. Donjëherë ti e ki një vlerë caktuar, po të mungon vetdia se që kjo vlerë bën ty të begatuar. Është qartë, domethënë, dy vet, njëri e ka një begati, tjetri nuk e ka. Mirë, po ky i cili nuk e ka është duke luftuar për me pas, ndërkohë ky i cili e ka është i pavetdijshëm për vlerën e kësaj çka e ka. Këtë rast ky e ka vlerën, po i mungon vetdia mbi vlerën. Edhe kjo shpesh domethënë ndodh edhe në fetarinë e muslimanëve, ndoshta për shembull nëse e pa të ligjëratën e Hoxhës Sahat, për shembull, mundesh me thonë, a jam koni çka që vetdijshëm për peshën e madhe të Kuranit? Në një musliman ti s'mundesh më musliman pa besuar Kur'an, pa besuar shpallje, po a e ke menuar me çat vetdije? A e ke menuar me çat çasje? Jo, domethënë rrjedhimisht i bie që na duhet shumë me investuar për me sforcu vetdijen edhe për me ngritën vetdijen tonë, domethënë në raport me temat e tona. Ndaj e rëndësishme që kisha pas dëshirë me potencu si vetdije për një begati. Një jetë është shumë begati e madhe, por kush është i vetdijshëm? Sistemi. Reni. Domethënë një jetë me sistem, një jetë me ren është domethënë një jetë e begatume. Një jetë me vlerë, një jetë e çmueshme, një jetë kaos, një jetë ku ti s'ki qëllim, një jetë ku nuk i di prioritetet, nuk e di çka po do, nuk e di etapat e jetës së kështu me radhë, nuk e di çka ki krye dhe çka ki me vazhdu tutje. Një jetë kaos është jetë e keqe. Një jetë me sistem është një jetë e mirë. E tash, a thomi na si musliman që feja vën me ta renit jetën? A thomi na si musliman feja vën me ta sistemu jetën? A thomi që feja o sistem? Feja o ren, feja o ligj. Tamam. Atëherë shtrohet pyetja aksiomatike. A mundet feja me të pru ren, ajo vetë s'ka ren? A mundet feja me të bë ty sistem, ajo vetë s'ka sistem? Që i bie, nuk mundet më ardh Islami me të thonë unë ta ndreqi sistemin, ai nuk e ka sistemin për veti. Ndaj na kena domethënë shumë themel që Islami ka sistem të vetin të fuqishëm, prandaj mundet më dhon tjerëve sistem. Ka ren të vetin të fuqishëm, prandaj mundet më dhon tjerëve ren. E pjesa më e themelt, më e palëkundshme e renit Islamit, e sistemit të Islamit është burimet e legjislacionit. Janë burimet e argumentit. Nuk mundet gjithkush me thonë që kjo halal, që kjo është haram.
Nuk mund gjithë të më thonë kjo akide, kjo sa akide. Nuk ka drejt gjithkush me thonë që kjo menheq, kjo nuk është menheq. Kur kush nuk mund të më thonë kjo haram, kjo është domethënë mustahab, kjo është wajib. Ka rend që thuhet kjo. Cili është reni? Renin e parë mësuat. Është domethënë Kurani. Është qartë. Klasë nuk do të më pona këtë çështjen e ndjekjes së Kuranit të Sunetit thjesht vetëm si një fetari. Do të më pa edhe si vetdia që ti tu hin në rend. Ti tu sistemu. Feja jote nuk është domethënë në vit ta zhëngoj një ders i përcaktoj disa mendime, pastaj ngoj një tjetër i kom do të tjera mendime, pastaj ngoj një aty një shkputje diku në internet i ndroj do të tjera mendime, pastaj del një deklaratë një hoxhës ku jone shkoj në tjera mendime e kështu me radhë. Ti je pa rend. Kur je me rend? Ti je me rend kur e ki Kur'anin, e ki Sunetin, e ki Ixhman, e ki Qiyasin, i ki çdo shka. Realisht janë domethënë temat e këtij seminarit me lejen Allah subhanahu wa taala. Unë sot e kam trajtuar Sunetin si forcë argumentuese. Jo Sunetin thjesht si udhëzim, Sunetin si ndriçim në jetë, Sunetin si shembulltyr, çysh i bë me jetu mas mirë të kështu. Jo, e kena me trajtuar Sunetin që çare se ki po kthy çdo për më muslimani mirë fill. Çare se ki pa ju nënshtru Sunetit për shumë të me një vi. Çare se ki pa ju nënshtru Sunetin marr den tek fetaria jote vërtet. Edhe çare se ki pa kalu ka rruga e Sunetit për shumë të mritë Allah te bareke teala. Çfarë do lloj rrugë tjetër që tregohet si alternativë Sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, realisht domethënë është domethënë jo premtuese. Mirë, po edhe këtu po e theksoj një diçka. Ajo që kanë në fillim të ligjratës pjesa e vetdijes për begatin. Allahu subhanahu thotë kështu. Thotë wadhkuru ni'matallahi aleikum. Thotë kujtoni begatitë e Allahut që ju ka dhënë juve. Kur na thotë Allahu kështu, çka ne nismë me menu? E nismë me menu shëndetin, nismë me menu për shembull mirëqenjen, familjen, ku diun çka. Thot kujtoni mirësitë e Allahut që ja ka zbrit Allahu juve, që ka dhënë juve, thot. O ma anzala aleikum min alkitabi wal hikma. Edhe kujtoni që ju ka begatuar Allahu, ju ka zbrit juve Kur'an edhe hikme. Ju ka zbrit Allahu Kur'an edhe hikme. Domthonë, kjo që ti e keni diçka që quhet Kur'an. Edhe kjo që e keni diçka që quhet hikme, apo këtu janë begati që Allahu t'i ka dhënë, thot kujtoj. Se ti tu i kujtohet çdo vlera edhe vetdia, çdo vetdia për vlerën dhe rreth mësh me len Allah të kemë pasën një çështje tjetër. Domthon përveç Kuranit ekzistua ka diçka që quhet el-hikma. A kena do një evidencë kuranore për çka el-hikma? Po, kena shumë. Thot Allah te barekuhu teala, "Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati Allahi wal hikma." O ju gratë e profetit, tregoni edhe recitoni tek njerëzit, kallëzoni njerëzve çka po recitohen ajetet e Allahut edhe hikmeti. Ajetet e Allahut edhe hikmeti. Tash, kur Allah e ka zbrit çka ajet. Ajetet e Allahut, a i kanë ditë sahabët? A i kanë ditë ajetet e Allahut? I kanë ditë ajetet e Allahut? A ka mujt me pas ajetet në shtëpinë e Rasullullah që si kanë ditë sahabët? S'ka mujt me pas. Atëherë Allahu kur i thot grave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, "Çit na shiqare, shkoni kallzoni njerëzve përveç ajeteve të Allahut edhe hikmetin." Shkon këtu hikmeti. Është suneti e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me po në veçantë këtu bën fjalë për atë sunetin që e kanë po gratë Rasullullah. Domthon është një pjesë e sunetit që ka qenë suneti i shtëpisë, suneti i privatësisë, suneti i bashkësisë, suneti i raporteve familjare, që këtë s'ka mujt me ditën ata shkën kon jashtë shtëpisë. E Allah i thot grave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dilni rikallzoni njerëzve çka po recitohen në shtëpinë e juve, ajetet e Allahut edhe hikmeti. Domthon hikmeti, urtësia që ka ne burim i dytë përveç Kuranit, për me mujt me ardhë të feja Allah të barëke vë ta'ala, ose thot Allah subhana, Rabbena wab'ath fihim rasula minhum yatlu alejhim ajatika wa yuallimuhum al-kitaba wal-hikma. O Zot, dërgoj një profet, është lut, kush është lut më parë, dërgoj njerëzve një profet i cili njerëzve o reciton ajetet e Allahut, o mëson librin, edhe o mëson domethënën hikmetin. Që i bie domethënën për bri Kuranit si burim fillestar i legjislacionit islam, edhe si burim fillestar, domethënë, i ligjvënies që Allah subhanahu wa taala ka kumtuar tek njerëzit, krahas kësaj domethënë është edhe suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Domethënë kjo përbën provë pohuese, kuptimin që kush i ka ndjek ligjratat diçka që kena mojtën, e kanë konsideruar që nuk e ka metodologjinë më marr me njerëzit që kanë dyshime. Unë mirë vetëm me këtë pjesën e pohimit. Ndërka që pjesën e demantimit nuk e konsideroj si metodologji të më të mirën, për arsye se i bie me ndërtu prej mbrapa. Domethënë na kena dëshirë me ndërtu marr. Domethënë çështu i bë. E kush ka problem, tani ma duhet më marr enkas, ama jo që esenca që këtë njerëz kanë probleme, e tash na pikthejmë njerëz nga problemi në rregull. Jo, parimisht si ti je musliman, si ta kesh kiblën tamam, domethënë parimisht do të më të kallëzu ç'sh i bë. E jo ç'sh nuk i bë. Për arsye për shembull, një prej defekteve që në kohën bashkëore ka ndodhur për shembull me një pjesë të diskursit fetar,
ka ndodhur që janë, nëse mumi me thonë, i kanë zhvarros disa sekte devijume para 1000 vjetë, ata që i kanë ato ide, kanë deke, janë zhduke, janë harru, kanë shku pasu se sunetit i kanë zhvarros. I kanë zhvarros se këta thonë qështojnë, a i thomi qështo kur thonë këta kështu. Më thonë këta nuk eksistojnë. Na du të me kalzu, na të qështojnë. Na du të me kalzu, na qysh duhet me besu. Na du të me kalzu, qysh i be. E jo detyrimisht qysh nuk i be, e tash mi kalzu aty në këtë formë. A është i qartë? Rësë na shkomi tash në këtë ligjëratën e parë, shkomi në argumentet pohuese. Në mes tjera shmumi me prek një pjesë që sforcon e që të bangati edhe për ndonjë reagim në raport me ndonjë dyshim të mundshëm, mirë, po jo që dyshimi më kon piknisja. Bindja do të më kon piknisja. Nuk i nevoj me dyshu e tani me të pështu bindje. Shko direkt në bindje. Direkt do më thonën në bindje, ajeti do më thonën prova e parë, Allah subhanahu wa taala pe pohon Kur'an që krahas Kur'anit ekzistua ka tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam diçka e cila quhet do më thonën hikme. Dhe kjo është pohuar në sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e shon Abu Davudi, Sheikh Albani thotë hadithi është hasan për Miqdatit, thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ala inni utitu al-Qur'ana wa mithluhu ma'a. Dine se mua më është dhënë Kurani dhe diçka bashkë me të sikur ai. Më është dhënë Kurani dhe diçka bashkë me të sikur ai. Më thonën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po nxjerr Kuranin sunetin me një paralele do më thonën me Kuranin, ala yushiku rajulun shab'an ala arikatihi yaqul, thotë nuk është shumë larg koha që njëri i ngopur do të ulet në një koltuk, në një divan, edhe do të thojë kësaj: Aleikum bi hadha al-Quran, manu Kuranit, përmbajuni Kuranit. Fama wajadtum fihi min halalin fa ahillu. Si ta gjeni punë halal në Kur'an, thoni halal. Wama wajadtum fihi min haramin fa harrimu. Si ta gjeni punë Kur'an haram, çasaj thoni haram. Ala wa inna ma harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama harrama Allah. Mirë po dine, po thotë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Çat çka e ban haram Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Është sigur se çka ka bë haram domethënë Allahu te baraka ve taala. Çka ditë ndon vëllezër? Kena mënuar prap, mirë po është një rivajet tjetër për Ebu Rafit, saksisht hadith i mëveseshëm, e shonë Imam Tirmidhiu, Shalmani thotë hadithi sahih, thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ala ulfiyanna ahadakum muttakian ala arikati yatihi al-amru min amri mimma amartu bih. Thotë le të kenë kujdes dikur që nesër auton ulet aty në divanin e tij, në koltukun e tij, edhe i vënë urdhëres për urdhëresave të mia, për sunetit tam, çka kam urdhëru, au nahitu an, apo një punë shkon e kam ndalu, فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا. Thot nuk e di. Çka ta gjejmë librin e Allahut çata kena me pasu. Domthon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtu edhe e pohon, domethënë argumentshmërinë e sunetit, e pohon forcën argumentuese të sunetit, mirë po domethënë edhe e nxjerr provën Kur'anin si provë fillestare, pastaj e nxjerr sunetin si provë përbri, nuk e nxjerr si provë domethënë alternative. Se gjeni Kur'an shkojnë në sunet. Jo, domethënë se gjeni Kur'an diçka ka mëkonë në përputhshmëri në sunet me Kur'anin, diçka ka marrë shpjegimi i Kur'anit, diçka ka marrë në mënyrë të mëvesishme, nuk është në Kur'an, mirë po është domethënë në sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, mirë po vini re në diçka, ka këtu një profeci për devimin që ka ndodhur pasaj tutje. A ka ndodhur që ky devim? Po ka ndodhur. Ne na shtojmë bindjen pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që ka ndodhur në njerëz që domethënë e kanë mohu sunetin e Rasulullah sallallahu alajhi wasallam, ose e kanë shpërfill atë, ose kanë hik në rrugica të ndryshme për mos marrë të suneti i Rasulullah sallallahu alajhi wasallam. Mirë po keni vëmendje çdo, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, çish po e demonton këtë si sekt, çish po e demonton këtë si qasje, po e demonton duke e përshkruar me përshkrime pejorative. Çato njëri i ngopur, domthon ulet me një far divani, me një far kultuku edhe filozofon. Çashtu i bë me këtë gjunë sotit. Domthon, sa ky njeri për me kushtu vëmendje. Sa ky njeri që domthon ka domethënie. Ky s'është njeri që ja vlen domthon fjala e tij më morën në konsiderat. Mirë po kam ky njeri, kam me dalë ky njeri. Mirë po domthon ky kur dale ku thirrët në Kur'an. Ky kur dale thirrët që gjoja domthon po respekton shenjtërinë e Kur'anit. Gjoja se po e mallnon domthon argumentshmërinë e Kur'anit fjalës së Allahu subhanahu wa taala. Kështu që na e kena si aksion fetar ndëllëzor. Edhe këtë do të më ndërtu domthon pa lëkundshëm. E kena si aksion fetare që suneti është burim legjislacioni dhe kjo mbi një të vërtetë që është e pa lëkundshme. Thot Allah subhanahu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Krejt që ka folë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, krejt që ka folë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nuk është domethënë ndryshe vetë se shpallje. Thot Allah azza wa jall, ai nuk flet për hamendjes. Ai nuk flet për hamendjes. Çka flet ai? Është domethënë gjithçka që vjen prej shpalljes. Çi vije? Çka dal për Rasulullahit është shpallje, dhe nëse një kontekst i dur Allah sallallahu alaihi wasallam është të folë për çështje feje,
atëherë domethënë ajo është domethënë wahy prej Allahut te bareke ve teala, dhe s'ka si shkon domethënë ndryshe përderisa ajo është i përgjithshëm prej Allahut subhanahu wa taala. Domethënë aksioma e parë që ne pohojmë është domethënë Kurani dhe hikmeti. E dyta është ajo që ka vënë pi Resulullah sallallahu alaihi wasallam prej Kuranit pohohet që është domethënë wahy, pa e ndo a është Kur'an apo është Kur'an. Pa e ndo që a është Kur'an apo është domethënë sunet. Çi bie? Domethënë pa marr parasysh shka na transmetuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, na mbazë mormi ço sunet. Mbazë mormi ço shpallje. Pastaj duhet të marrni provë argumentuese për me na sforcu që bëhet fjalë për një praktikë që nuk obligohemi, ose për diçka që bëhet fjalë për një përditshmëri ose praktikë të arabëve ku diun çka. A mund parim shka del pi Resulullah sallallahu alaihi wasallam, shka pohohet pi Resulullah sallallahu alaihi wasallam, bëhet fjalë domethënë që është domethënë shpallje dhe sahabët në vëllezër që këtë kanë ditë natyrshëm. Sahabët që këtë domethënë e kanë ditën natyrshëm. Saktësisht e shohim Abu Davudi prej disa prej banorëve të Himsit që kanë qenë prej shokëve të Muadhit radhiyallahu anhu, që i dërgoi Allahu sallallahu alaihi wasallam kur ka dërguar Muadhin në Yemen, i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mos e ka dërguar dhe ka dërguar me detyrë, i ka thonë kayfa taqdi idha arada laka qada. Ka thonë çish kimë gjyku ti kur ta kish një rast. Kimë pas një situatë me gjyku për një çështje të caktuar, me një fatva, çish kimë gjyku? Ka thonë aqdi bi kitabillah. Ka thonë kam me gjyku me librin e Allahut. Kam me gjyku me librin e Allahut subhanahu wa taala. Pastaj ai thot Resulullah sallallahu alaihi wasallam kry, se si ti kthehesh Kuranit u kry këtë? Jo, i thot pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Fa illam tajid fi kitabillah. Nëse s'e gjen librin e Allahut, domthon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me këtë pyetje e hap derën me kuptuar që ka diçka që është jashtë, domethënë Kuranit. Mirë po e pyet për me pa një sahabi të vetën si u ndërtuan këtë meselë. Ai thot nëse nuk e gjen librin e Allahut, thot fa bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ata thot kam u kthy sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fa illam tajid fi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wala fi kitabillah. Thot nëse nuk e gjen në sunetin Resulullah edhe në librin e Allahut, çka kemë bë? Atëherë thot ejtehidu ra'yi wala alu. Thot kam munu maksimum me ato perceptimet e mia, me ato përpjekjet e mia të mendimit për më ardh deri në një, domethënë në një lexim i cili më jep një konkluz në raport me çat, domethënë me çat meselë që i bie domethënë në Islam kanë dera çel për diçka që quhet ijtihad, e që pastaj në kjo temë domethënë në veti, e pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e godet Muadhin në gjoks në një shenjë miratimi, ka qenë formë sigurisht që është na me arre shpinën, apo të arabët ka qenë me godit në gjoks në shenjë aprovimi, edhe i thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam alhamdulillahi alladhi waffaqa rasulillahi sallallahu alajhi wasallam lima yurdi rasulullah. Thot falëndrimi tek Allahut i cili ja dha të marrën të dërguarit, të deleguarit, të dërguarit të Allahut për me mujt me e bë çashtu, që është i kënaq Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Që është i kënaq Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Dhe i dërguari i Allahut nuk është i kënaq ndryshe vetë që është i kënaq Allahu subhanahu wa taala. Domthon i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam nuk ka qenë në një standard të pajtimit i cili është kundërshtim me Allahun subhanahu wa taala. Që i vije çështu kënaqet Allahu i madhëshëm. Fillimisht i referohemi Kuranit, sunetit, më pastaj bëjmë ijtihad nëse nuk ka domethënë një provë. Kështu që thelbi i kuptimit të forcës argumentuese, përveç këtyre trijave që i përmendëm, është ajo që duhet me analizuar, e sidomos që këtë pjesën duhet më thjeshtësu më shpesh aty në të cilët kanë probleme të kjo temë, është domethënë thelbi është ajo që i dërgoi Allahut. Domthon pse duhet më referu sunetit, ose pse ndërtohet feja mbi sunetin, ose pse ligjet nxirren prej sunetit, pse dispozita nxirren prej sunetit. Se ai i cili ka folë është i dërguari i Allahut, është i deleguar prej Allahut. Është i deleguar prej Allahut, domethënë ti nëse e ke pranuar Kur'anin, është domethënë shumë e logjikshme dhe a priori me pranuar edhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot Allahu Teala, "O me yutir rasula faqad ata Allah." Kush i bindet të dërguarit, i është bindur Allahut. Se ti nuk jetë duke i u bindur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam si Muhammed, si djali Abdullah, si fisit Quraysh, si arab, si banori gadish dhe arabek, si njeri urë, si njeri meqëm, nuk jetë u bind në këtë formë. Ti jetë duke bind si i dërguar Allahut. Por ashtu shpesh do dhe kom potencu më shumë sa një herë. Shpesh njerëzit shembull motivohen me thonë që tjerët kanë mendim të mirë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe e gjenë që ata e luftojnë Resulullahin jashtë profecisë. Domethënë thonë nuk kanë strateg, u kanë lider, u kanë i urtë, u kanë i meqëm, u kanë. Domethënë e ke lëvdur respekt, ama kjo nuk kryen punë. Ti kryen punë kur ta pohojsh profecinë e tij. Se thelbi që e bën Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, domethënë krye personazhi i njerëzimit, çka është? Është profecia e tij, nëse nuk vjen te kjo ngjarje, ndaj profecia e tij me çka ka vlerë? A ka fitu profecinë se u kon më i miri, a ka fitu profecinë se ka qenë racë për zgjedhur ose xhaki i veçantë?
e ka fitu se Allah e ka përgjell. Nuk është domethënë profecia diçka që ti punon për me fitu. Është thjesht domethënë ngarkesë që Allah azza xhela ngarkon dikë. Normal pastaj kur ta ngarkojë nuk do të jetë njëri i zakonshëm. Ka një njëri i veçantë. A mund të ky njëri i veçantë që ka përgjell Allah subhanahu wa taala, mu kon pamër, bëhet i veçantë se Allah e ka përgjell, jo për veçantitë e tij fizike edhe shoqërore edhe të prerë. Ndaj Allah thotë kush i bindet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i është bind domethënë Allahut. Kush i bindet të dërguarit, i është bind dërguesit. Kush i bindet të dërguarit, i është bind domethënë dërguesit, thotë Allah subhana, wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Atë që ja juve i dërguari, atë merrni dhe shkat ju ndaloje, atë prej sa ju ndan, domethënë shkat ju jape, unë e frymzoj çkam ju dhon. Edhe shkat ju ndaloje, unë e frymzoj domethënë çkam ju ndalu. Domethënë nuk është urdhresa edhe ndalimi një fenomen që vjen prej prirjeve të tij si profet, si njeri i zakonshëm. Vjen si rrjedhim, o ma yantiqu anil hawa, ai nuk flet domthon prej hawas së tij, prej ëndeve të tij, edhe pitekave të tij, mirë po domthon prej shpalljes së Allahut subhanahu wa taala. Madje Allah subhanahu wa taala bindjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe referimin tek suneti i tij e nxjerr në Kur'an për herë si paralele me bindjen e Allahut dhe kthimin tek domthon Kur'ani, sikur se thot Allah subhanahu ya alladhina amanu atiu Allah wa atiu ar-rasul wa ulil amri minkum. O që i besu bindjen e Allahut, bindjen e pejgamberit edhe domthon pjesët tuaj. Kjo bindje te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vjen më njëherë paralele për bindjen me bindjen e Allahut subhanahu wa taala. Mirë, po pastaj Allah subhanahu thot në vazhdim: "Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa ar-rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir." Thot nëse keni një konflikt, një mosmarrveshje, por çka mos marrveshje për një konflikt? Për një çështje të jetës, për një çështje të fesë, për një çështje të mendimit, për çfarë do qoftë? Thot nëse keni një mospajtim, thot kthehuni Allahut dhe të dërguarit të tij. Kthimi tek Allahu nuk kupton kthimi tek libri i Allahut subhanahu wa taala, kthimi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk kupton kthimi tek suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam pas vdekjes, dhe kthimi te vet ai sallallahu alaihi wasallam se kishte qenë domthon gjallë, sikur se ka qenë domthon tek sahabët. Thot Allah subhanahu: "Qul atiu Allah war rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin." Thuaj ju bindjen e Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe nëse ata kthejnë shpinën, s'janë të interesuar për çka dyshe, s'janë të interesuar për çka bindje të dy fesht, një ndaj Allahut dhe tjetrën te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe bindja ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është bindja ndaj vetë Allahut, thot fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Dinë se Allah nuk i do pabesimtar. Dinë se Allah nuk i do pabesimtar, që i bie që rrugë e kufrit, rrugë e felëshimit, rrugë e zhveshjes prej islamit është rruga kur ti domthon nuk i pranon burimet e legjislacionit. Ti kur nuk i pranon domethënë rrugën domethënë e argumentimit fetar. E shënoi Imam Ahmedi, Imam Buhari Muslimi pe Abu Hurairës, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men ata'ani faqad ata Allah." Kush mbindet mu, i është bind Allahut. Kush mbindet mu, i është bind Allahut. Wa man asani faqad asa Allah. Kush më rebelohet, më kundërshton, i është rebeluar dhe ka kundërshtuar domethënë Allahun subhanahu wa taala, sikurse shënoi Imam Ahmedi, Imam Buhariu pe Abu Hurairës, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Kullu ummati yadkhuluna al-janna illa man aba." Krejt ummeti jam kanë në xhenet përveç kush refuzon. Përveç kush refuzon, edhe kanë thënë ja Rasulullah, "Wa man yaba?" Ka thënë Allahu, kush është ai i cili refuzon me xhenet? Ka thënë: "Man ata'ani dakhala al-janna wa man 'asani faqad aba." Kush mbindet mu, ai në xhenet, e kush më kundërshton, ai ka refuzuar me xhenet. Domthon kush mbindet mund çka? Në përditshmëri, në mënyrën të jetuarit, në çfarë rroba me vesh, çfarë ushqime me hongër. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk është dërguar domethënë për kulturën arabe. Domthon kur thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kush mbindet në xhenet, xheneti a është kontratë, a është çmim, a është fitore e një kontrate. Kontrata për xhenet është kontratë fetare. Kontrata për fitu xhenetin është kontratë fetare, nuk është kontratë tjetër. Ose çka mund të më ka nëse nuk është fetare. Domthon xheneti është rezultat edhe pagë edhe fryt i një realizimit të një kontrate fetare. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë, kush rrin kontratën fetare ka në xhenet. Çka i bë kontrata fetare sipas të hadithit? I bëm ju bindën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe rrjedhimisht kush nuk i bindet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, s'ka dash me një kontratë dhe rrjedhimisht s'ka dash me në xhenetin e Allahut subhanallahu. Por më thjesht ndoshta për njerëzit besoj jashtë seminarit mundi donjëherë me përdor si argument është më i thjeshtë, domethënë njeriu kur e merr një letër, qoftë doni dënim ose qoftë doni miratim ose qoftë doni lehtësim, çka do qoftë. Nëse e merr një letër prej domethënë institucioneve të shtetit ose e merr prej një organi përkatës që ka të pesh për shembull, ai atribon letrën postierit apo domethënë dërguesit. Për
Për shembull, i ka dërguar Ministria e Drejtësisë në diçka. A thot postieri më pruni një letër apo thot e atribon letrën postierit apo domthon ministrisë. Ja atribon dërguesit. Domthon thelbi që ti kush më kuptu, që të urdhresa nuk i atribuon kuptimin e mëvesëshëm pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, po i atribuon në mënyrë thelbësore dhe esenciale dërguesit, që është vetë Allahu subhanahu wa taala. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka fort domethënë prej hamendjes. Një tjetër provë që është mirë me kuptu, thot Allahu te baraka taala, "Wa nazzalna alayka", thot "Wa nazzalna alayka al-kitaba tibyana li kulli shay". Ne ty ta kemi zbrit o Muhammed, ty ta kemi zbrit librin i cili është shpjegim për gjithçka. I cili është shpjegim për gjithçka. Tash Allahu subhanahu wa taala kur thot Kurani është shpjegim për gjithçka. Tash ti si musliman i zakonshëm, ti si musliman me një fetari sa do optimale që mundesh me pas ose minimale. A ki hetu që gjithçka e fetarisë dhe dispozitave tua është në Kur'an? Domethënë, detajet e namazit tanë, detajet e dispozitave, detajet e kapitullit një qaj, detajet e kapitullit. Ti e di prej, domethënë, nuk ka nevojë shumë u shkollu për me kuptu që nuk janë këtu këtë në Kur'an. Ndërkaq kur thot Allahu, "Tibyana li kulli shay", shpjegim për gjithçka, Allah e ka thonë të vërtetën. Allahu e ka thonë të vërtetën. Ndërkaq çish me mujt me kuptu. Domethënë, po tibyana li kulli shay, Kurani shpjegim për gjithçka, është edhe pjesa e saj. Domethënë, pjesën që s'ta kam shpjeguar me detaje, ta kam shpjegu ku dosh më referu. Ta kam shpjegu ku dosh, domethënë, unë të kam kallëzuar që do të më bin pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. E tash çish falet, çish bëhet rukuja, çish janë detajet e rukusë dhe sejdës, e selamit, e të vakteve kështu më radh, ti kemi referuar që ti pejgamberit. Kur asoj domethënë ka ardhur dikush shumë të dietarët e jashtëm ka thonë çka urdhres nuk bëj gjë në Kur'an. E kam gjetur sunet. Ka thonë e kia në Kur'an. Ka thonë çish e kam Kur'an. Ka thonë edhe ka shkuar e ka recituar pikërisht ajetet e bindjes ndaj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Por këtë arsye për shembull, edhe në jetën e përditshme, na për shembull nëse domi me udhëzu dikam për diçka, edhe nëse na nuk mundemi më marr me këtë detajet, ose nuk domi më marr me këtë detajet, ne japmi qelset e çasaj. Japmi qelset, domthonë këtë dhe si kjo. Çfarë do lloj paqartësiesh ka ki referosh çtu e merr pastaj shpjegimin e më të tjeshëm për ato të cilët domthonë ti ki dëshirë. Kështu që Allahu kur thotë na kena zbrit Kur'anin, edhe kena bëu shpjegues të gjithçkaje, pjesë e kësaj gjithçkaje është shpjegim paralajmërimi ose referimi që Allahu ja ka bënë Kur'an pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe rrëdhëmisht domthonë na më shku tek fjala e Allahut, fjala e pejgamberit sallallahu për më shku tek fjala e Allahut. Thotë Allahu azza wa jall, thotë wa anzalna ilayka dhikra. Ne ta kena zbrit dhikrin, ta kena zbrit dijen, ta kena zbritën domethënë dijen fetare. Li tubayyin lin-nas, më ja shpjegoj njerëzve. Kanë më ja shpjegoj njerëzve? Çka dhe kujt dhe çka më u shpjegoj njerëzve? Thot Allahu azza wa jall, thot ne ta kemi zbritur dhikrin, li tubayyin lin-nas ma nuzila ilayhim. Ta kena dhënë dijen, më ja shpjegoj njerëzve çka ka zbrit. Më ja shpjegoj njerëzve çka ka zbrit. Ç'ka bi kjo? Kjo bie që ç'ka ka zbrit, tibyana li kulli shay. Shpjegim për gjithçka, që kjo u duashka më u shpjegu për dikujt. Që kjo u duashka me u shpjegu për dikujt. Të kush ai dikush më i autorizuar me shpjegu? Është ai i cili, domethënë, është dërguar prej, domethënë vetë atij i cili ka fol. Kush ka fol me këtë Kur'an? Është Allahu subhanahu wa taala. Çka i bëj çka ajat? Çka i bëj çka urdhres? Që do të janë detajet e kësaj urdhrese. Qysh me morë një situatë në Kur'an që është shumë e përgjithshme, me shku në situata konkrete. Çka një diçka shumë e papërcaktuar, me shku në diçka shumë, domethënë e parafort edhe konkrete. Kush e ban kët? E ban domethënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Kurse nëse dikush vjen bie për shkak nuk e pranon kët, atëherë i bie do të më dëmos me dhon shpjegim çka i bëhet çka që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u duhet shka me shpjegu Kur'anin. U duhet shka me shpjegu Kur'anin. Domethënë çfarë është shpjegimi i Kur'anit? Thjesht shpjegim gjuhësor? A kanë mujt me bëj këtë shpjegim edhe jo profetët? Nëse i shkon domthon shpjegimi vesh jo gjuhësor, a kishin mujt me bë arabët elokuent edhe gjuhëtarët e gjuhës. Mirë, po jo, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk e ka më shpjegu vetëm aspektin gjuhësor, vetëm ato aspektet e përgjithshme me shku në aspekte më të veçanta dhe më të konkrete, mirë, po e ka edhe pjesë të kësaj domthon me shku me detajet e dispozitave, me i shpjegu edhe me detajet e domthon fetarisë edhe të domthon të fesë. Kur Ibn Qayyim rahimullahu ka përmendur që Kurani vjen si shpjegues, Suneti vjen si shpjegues i Kuranit, në raport i Kuranit dhe i sunetit me zveti është siç vjen. E para thot Ibn Qayyim rahimullah vën suneti në përputhshmëri të plotë me Kur'anin. Domethënë çka ka përmendur Allah në Kur'an, çat vjen e përmend suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E dyta është shpjegim për atë çka ka në Kur'an, shpjegim gjuhësor, shpjegim i detajeve, shpjegim i doni pjesë të papërmendur, shpjegim edhe plotësim e kështu me radhë. Gjithçka e cila mund të më ardhën si
formë e thjeshtësimit edhe domethënë e shpjegimit, edhe e treta vën Kurani me diçka për të cilën s'ka fol, vën suneti me diçka që Kurani s'e ka përmend hiç. Vjen suneti me diçka që Kurani nuk e ka përmend domethënë hiç dhe thot Ibn Qayyim rahimahullah duke cituar fjalën e Allahut thot qul kullun min indillah. Thuaj krejt është për Allahut. Muhaqa e parë është për Allahut, edhe e dyta është për Allahut, edhe e treta domethënë është për Allahut subhanahu wa taala. Një provë tjetër që është në konsiderat me pasën është Kurani paralajmëron ashpër për çdo i cili e kundërshton pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Kurani kërcënon edhe paralajmëron ashpër për çdo i cili e kundërshton pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Thot Allahu subhanahu wa taala thot falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim. Thot le të kenë kujdes ata të cilët e kundërshtojnë urdhën e tij, mos kam i godit një fitne, Imam Ahmedi thotë është për shemb shirku, apo domethënë kam i godit një dënim i dhimbshëm. Nuk mundet me ardhën një kërcënim kaq i madh për diçka fakultative. Nuk mundet me ardhën një kërcënim kaq i madh për diçka e cila nuk është themelore. Nuk mundet me ardhën një kërcënim kaq i madh për diçka e cila nuk përbën domethënë bazë. Domethënë, a është suneti mirë, për shembull, po on mirë, Kurani na mjafton, mirë po i referomi sunetit për ndaj shembull, për ndaj shembull, për diçka. Mirë po jo që domethënë suneti na jap çdo ligj dhe çdo detaj edhe çdo domethënie. Qysh mund të bëjmë çka kursnuese në diçka e cila mund të bëjmë fakultative. Absolutisht nuk ka pejgamber, nuk është Allahu të kursnu për diçka që mirë me bë, mirë mos me, në rregull mos me bë. O të kallzu diçka që është themelore edhe domethënën e pashmangshme, sikur se thot Allah subhanahu wa ma kana mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim. Po nuk i takon i besimtarës kur Allahu edhe i dërguari i tij vendosin për një punë, ata me pas një alternativë krahas asaj që ka vendosur Allahu dhe i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam a vendos diçka e cila bie ndesh me atë që ka vendosur Allahu, ose nëse gjithçka i shkon veç vendosja e Allahut azza wa jall. Saktësisht i shkon veç vendosja që është në Kur'an. Atëherë çka ka kuptim, më thonë, domethënë edhe, cili është kuptimi, më thonë, që e vendos Allahu dhe i dërguari i tij. Allahu dhe i dërguari i tij. Domethënë i bie që diçka vendos Allahu subhanahu wa taala në Kur'an e kallzon, dhe diçka vendos Allahu dhe ja shpall pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ne e momi nëpërmjet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i bindemi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nuk i takon besimtarit edhe besimtarës me pas alternativë krahas asaj që ka thënë Allahu dhe i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu azza fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Edhe thot Allahu azza pasha Zotin tën, kurse si ata nuk kanë besuar përdesa nuk kthehen tek ti, nuk referohen tek ti për atë mos pajtimin që mundën me pas domethënë mes vetin. Këtë rast Allahu subhanahu wa taala në këtë nuk e përmend, nuk i kthehen Allahu dhe dërguari i tij. E përmend direkt vetëm të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Një provë tjetër, ndër vëllezër, është ajo që porosia që e kalon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për pasimin e sunetit, mirë po që e kalon në gjuhën e testamentit. E kalon në gjuhën e porosisë përfundimtare, ose asaj porosia që në kuptimin që me çeket keni mumajt mas domethënë shkuarjesime, sikurse e ka shënuar Imam Tirmidhiu dhe vetë ai e vlerëson hadithin për Sahih për Irbad ibn Saris radhiyallahu anhu, thot wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan baligha wajilat minha alqulub. Thot në herë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na dhani këshill, thot në rrënçethën na forgulluan zemra, thot për asaj këshille, wa dharafat minha aluyun, edhe na lutun syt, thot për asaj këshille, e i tham ja Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fawsina. O dhe Allah po duket, po tingëllon që është këshill e dikujt që është u dapi neve. Po tingëllon që jetu u dapi neve. Atëherë thot, domthon na porosit. Na jep një testament, na jep një wasiat. Nuk është domthon, nuk kanë thonë na këshilla. Nuk është këshill kjo. Domthon këshilla është domthon një diçka e cila ty të ndihmon me kalu një copëz fetarie. Kjo testament, çështu kemi jetu domethënë gjithëherë, e pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i porosit për takvallëk, për dëgjueshmëri e bindjen ndaj prijese, edhe pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa innahu man ya'ish minkum min ba'di thot minkum fasara ikhtilafan kathira. Kush jeton pas me, ka me pas shumë mos pajtime. Ikhtilafan kathira, domethënë është mirë që këtë me potencuesi shpesh. Shpesh disa njerëz vinë në kam shtjell shumë shpjegime, shumë mendime, shumë përcaktim. Jo, nuk na mbështjellet, na ka kallzuar Resulullah në vakt. Na ka kallzuar në vakt që ka me pas shumë sekte, shumë mendime, kushdo që e ka një qasje, domethënë ka me shit men, ka me shit fetari, ka me shit ideologji. Domethënë nuk na vën kjo befasi, nuk është kjo befasi. Na e presim këtë. Na jetohemi me çket rrezik. Unë s'menoj që duhet muslimanët me kriju një fenomen, një vetdije të rrajshme, e më thonë i shkon mirë këto zhollat ishin kont një mendim. Jo se s'bëm këtë mendim. Fshinja ata nuk mundet me ndodh.
Ose ti shkon bile për do temat moja këtë ti shikon të njëjtë. Nuk bëhet asgjë. Se s'janë bë kur janë kanë më të mirë të umetit gjallë, kupton se janë shumë më bë këtë njerëz me një krye, po bën sot. Thjesht shkon te testamenti i Rasullullah sallallahu alaihi wasallam. Shoh testamentin e Rasullullah sallallahu alaihi wasallam, fa aleikum bis sunneti, mono për sunetin tim. Domthon ka një mendime, ka dy mendime, ka 10 mira njerëz që i dalin zot dijes, ka 10 mira njerëz që folin rrjallshëm, janë eloquent, janë njerëz kësaj dhe asaj. Domthon kjo nuk ka kriter të ti. Ti i kthesh anë në përputhshmëri me sunetin. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk thot matni fjalët e tyre janë të logjikshme, matni janë të përshtatshme për kohën që keni jetuar, matni sa janë të arsyeshëm, matni sa janë njerëz me ndikim. Kështu në kush po folin njerëz me influencë apo njerëzit e thjeshtë. Jo, thot fa aleikum bis sunneti, kur ti shihni dyshim mendime, mano për sunetin tim. E Rasullullah nuk thot moju sallallahu alajhi wasallam, moju për sunetin tim, suneti jot është u zhduk, ka dek, nuk ekziston. Domethënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam apo tregon se kjo ka ndodhur mas vdekjes së tij. Apo tregon që i vije për paralajmëron pejgamberi sa në diçka tjetër, cilën që ka murujt suneti. Se s'thot moju për diçka ajo zhdukët. Po thotë që ka me moju për sunetin se suneti jam nuk vdes kur. Unë vdes fizikisht, unë vdes si njeri, vdes njerëzore ema, më nuk vdes suneti jam. Domthon suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin, edhe tha manu për sunetin e halifëve të drejt pas meje. Halifëve të drejt pas meje, sepse halifët e drejt pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë një ose tjetër formë e interpretimit të vet sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, qof interpretim domethënë nëpërmjet fjalës apo interpretim nëpërmjet domethënë praktikës së tyre. Kështu që edhe një provë tjetër është e rëndësishme edhe po e përmbylli, është ajo që Allah subhanahu wa taala në Kur'an e ka paraqitur domethënë pasimin e sunetit, edhe referimin tek suneti si provë e dashurisë së njeriut për Allahun. Si provë e dashurisë së njeriut për Allahun, thot Allah subhanahu, "Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni." Thuaj nëse ju e doni Allahun, atëherë më pasoni mua. Thuaj nëse ju e doni Allahun, më pasoni mua. Domethënë, dashuria e Allahut, ajo temë e vogël në përcaktimin fetar apo domethënë në temë themelore. A mund dikush më ka musliman nëse nuk e do Zotin? A mund dikush më thonë, unë i bindna i kry obligimet, a më nuk e du? Kjo është pa besimtar, kjo nuk është musliman. Nëse dikush nuk e do Allahun, nuk është besimtar. E kur Allah subhanahu wa taala po e thirr pasimin, bot kuptimin e pasimit, po e ngre bot kuptimin e pasimit me temën e dashurisë, pikërisht po do me pru se kjo është temë po aq themelore. Kjo temë po aq themelore. Si ta kishe kuptuar se pa e dash Zotin si e musliman, atëherë nuk mundesh me ardhur deri te ky Zot pa e pasur domethënë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe kuptohet edhe që ka me trajtuar xhavedat inshallah, domethënë që ka bëjë me ixhman, e ka përmendur ixhman Imam Shafiu, Sheikhul Islam Temia, Imam Ibn Abdul Barr, të tjerë imamave që ka ixhma për forcën argumentuese të sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Resulullah azza wa jall apo pasues të denjtë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me ndërtu fetarin me argumente, me e pas fetarin me argumente, me ndjek dietar që fetarinë kanë edhe bindjet e tyre fetare me argumente, edhe mos mu bredh në për rrugica të botkuptimeve domethënë të cilat nuk janë ndërtuar mbi argumente të shëndosha, po domethënë me hes në gjadë në rrugën e gjan të ahlus sunetit, që është domethënë me Kur'an dhe me Sunet. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad.